edhe Fikreti në atë kohë, qasaj pauze, e kishte shfrytzuar, domethënë mundësinë, edhe atë natë ka ikë, faktikisht ikja Fikretit, më nroj edhe qasjen mran, se e kisha vetëm dorën e djathtë të lidhme, pe ati momentin më kanë lidhë dorën e majtë. Unë nuk kom ditë që ka ikë Fikreti, po luftën që e bojsha ton kohën që Fikreti të del i pastër edhe të vazhdon rrugën të cilën e kishim nisë. Fjala vetme ka qenë ma javni. U lallën edhe ata me ne dhe ka ora 2 që na morën në pyetje edhe lani lloj pauze faktikisht, edhe lani çfarë kujdestari ka qenë tapall faktikisht ai. Edhe Fikreti në atë kohë, qasaj pauze, e kishte shfrytzuar, domethënë mundësinë, edhe atë natë ka ikë, edhe pozicioni i Fikretit me mu ishte i kundërt, se unë isha në zyrët ku intervistojsha mes supit edhe gjykatës, ndërsa Fikreti ishte mes supit dhe shtëpive të shqiptarëve. Edhe unë nuk e dija që Fikreti ka ikë, ka qenë një kohë 2 orëshe që jemi pauzu, edhe në momentin që domethënë kanë ardhur ata, tasha kanë pushua, s'kanë pushua, kanë ardhur pe terrenit, nuk e di. Më kanë goditi herë me një rrebesh, çfarë dinin ata. Më kanë pyet për sportet, cilat sporte i nini. Unë pak edhe pe çfarë krenetësie që kisha, i thash të gjitha sportet i njohim. Apo kupton edhe aty faktikisht ikja Fikretit, më nroj edhe qasjen mran, se e kisha vetëm dorën e djathtë të lidhme, pe ati momentin më kanë lidhë dorën e majtë, domethënë gjatë intervistimit, ose gjatë daljes tyne, domethënë që i kryshin ato obligimet. Arratisja Fikretit e ndroi qasjen ndaj meje, edhe fillun disa gjona tjera ndaj meje, dhe ato gjona shkun duke u randuar me bazë torturave që na i bëshin atë kohë, që përpos durve, shpinës, kamve që na u kishin bozë, sa ajo procedurë ka zgjatë 4 ditë derisa më kanë shkuar në burg. Unë nuk kom ditë që ka ikë Fikreti. Po luftën që e bojsha ton kohën që Fikreti të del i pastër edhe të vazhdon rrugën të cilën e kishim nisë. Vendosja ime në vetmi, pas 4 dite, dhe aty dikun ka gjysa natës ka ardhur Ramadan Kelmendi, një gardian shqiptar që në atë kohë, po të tregoj drejt, po kishin bozë uniforma dhe s'besojsha që ka gardian shqiptar. Edhe më thot, ke ra me një shok, ai shoku ka ikë, ti je vetën adin, edhe ma prek pjesën e shpinës, dhe të më drejtën kisha dhimë të trup, edhe e bona i çfarë reagimi kështu, edhe nuk e muhë si mo, dhe më thonë dule dhe ai, edhe ky ka qenë ajo që informata parë që më ka ardhur pej Ramadan Kelmendit, që unë nuk e nisha në atë kohë. Veprimi tyne pas ikjes Fikretit ka qenë shumë i vrazhd, ku kanë ardhur, kanë hinë ato zyre. Po unë mendojsha që mos kanë në zonën tjetër që e kishin pru, edhe pjesa tjetër e torturave ishte edhe pyetjeve ishte edhe ma romë ka shimeje, sepse ata donin që të nxerrnin edhe ma shumë, se pikrisht për një grup të lojë që i kishin ata disa emra aty, janë mundu që me mi vesh edhe me na bosi si grup neve që faktikisht unë disa nesha për tyne, po s'kisha lidhje me ta. Pjesa tjetër ishte që donin që kush është prapa teje edhe kush qëndron prapa teje për këtë punë. Edhe pse para tyne kisha pranuar organizimin si pjesëtari se kes organizimin në fshatin Logj, sepse ishim nisë në atë rrugë, së bashku me shumë tjerë të fshatit. Dhe ato tortura për zëdit ishin edhe ma trauma, edhe ishin pikrisht ndo kohë ku nuk më ishin me sjell me palitë, ishin torturat që nëpërmjet organeve gjenitale, masanej, nëpërmjet pjesës cilën ata dishin me improvizu. Në një moment ka qenë një torturë ku na u ka bo me derë, ku na u ka është në zonë koma. Pikrisht ishin këto torturat cilat i bonin ata me qëllime që sa ma shumë nxerr prej nesh për UÇK-n, për njerëz të UÇK-s,
Kështu ka rjetë. Thëmë drejten, nga vetëmia, halau isha duke marrë në pyetje në zyrët e DBS, dikon mas në ditës 8, faktikisht isha lullër fizikisht pe aty në torturave, ku kom shku në dhomën e vetëmis, aty ka qenë një lodhje jashtëzakonisht e madhe pe aty në torturave edhe aty në maltretimeve që na këshin bo, po ishte një citat. Ne ishte burgosur me mbiemrin Krasniqi, ku thot burgu nuk është vdekje, por është liri, ajo pak ma ka ngrit moralin në atë kohë që kisha, edhe ka qenë një moment ku na kanë qu për mu rru, se ishim bo edhe pa rru në atë kohë, ka qenë data 28, mas 10 dite që ashtu, kishtë ndodhur një masakër një sulm në familjen Homza në Lubeniq, edhe një gardian shqiptar në atë kohë me emrin Isa Shala, jo vetëm ai, po edhe disa gardian tjerë dhe infermieri Bojara Gusholli, për ne janë njerëz në rrumë, sepse na kanë ndihmu në ato rrethana, na kanë ofru mundësi të informatave ka pak. Hysén Mazrekun faktikisht e ka detyruar që të mrruan, se nuk më isha morru për shkak që nuk më isha me duhet i kisha të ngrita, edhe u hanë hala datë se patikat nuk më veshin në kom. Mas 2 jave, do më thonë, ka ardhe familja që me më vizitu edhe unë kom refuzu për me dalë, sepse isha kes me shëndet, nuk më isha me fol, nuk më isha me ecë, po kanë qenë ata gardianë shqiptarë në atë kohë që më kanë detyru për me që bile s'paku me më pa. Ka qenë Migja Shaban Shala, ka qenë një halë imja Zoje Shala, ka qenë Mustaf Shala, djali Migjë, këta më kujtohen, do më thonë, që kishin arë në atë kohë. Edhe reagimi tyne normal që nashta kanë qenë knaqur që më kanë pa gjallë, se nuk është ditë edhe për mu edhe për fatin tim në atë kohë. Fjala vetme ka qenë Maja Avni.